Dëgjojeni me kujdes këtë eksperiencë timen sepse jam e bindur që do ju vinë në ndihmë edhe juve. Trauma nis nga një shaka. Gjithmonë i shtoj vetes pyetje që më ndihmojnë të kuptoj se cilat gjëra kanë mbetur në ndërgjegjen time dhe kanë nevojë për shërim. Një shok i vjetër i fëmijërisë më shkruan dhe më pyet si je, thash jam mirë, si je ti. Dhe pastaj vazhdon bisedën me sa fëmijë ke, nëse ke një vajzë, a do ma japësh mua nëse djalin? Vajza ime është 8 vjeç. Djali i tij është edhe më i vogël. Nuk ja di moshën, por është i vogël. Ajo shaka e tij më bëri të hyj në fëmijërinë time, kur më ishte thënë edhe mua e njëjta shaka dhe unë isha ndjerë, e turpëruar, e bllokuar dhe nuk kisha arritur që të qaja për ta çliruar atë emocion. Shakarat të tilla janë bërë me mua dhe janë traumatike dhe janë bërë dhe vajzës time dhe i kanë shkaktuar përsëri traumë. Prandaj, do ju lutesha shumë shoqërisë shqiptare që të heqi dorë nga këto lloj shakara të patakt. Më tregoni në komente nëse edhe fëmijëve tuaj ju është bërë kjo shaka, nëse dëgjoni shpesh që këto shaka të bëhen në prezencë të fëmijëve.